Jemi rikthyer sërish në studio në pjesën e dytë të mësën e informacion do të flasim sot për energjinë. Vetëm pak ditë më parë, Spanja, Portugalia dhe një pjesë e Francës u përfshin nga një blackout total i energjisë, i cili shkaktoi një kaos në stacionet treni, trafik rrugor dhe probleme në aeroportet. Por çfarë shkaktoi këtë situatë dhe sa të rrezikuar jemi ne për në të ardhmen? Për këtë temë do zhvillojmë një bisedë me zonjën Emanuela Dyrmishi, eksperte e sigurie. Zotja Dyrmishit, përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Sipas jush, çfarë shkaktoi këtë blackout fundit në Spanjë dhe në Portugali dhe a mund të përsëritet një situatë e tillë e ngjashme në Ballkan apo edhe Itali? Atëherë, fillimisht u mendua për dy hipoteza, por njëra ajo pjesa natyrore ishte diçka e paqëndrueshme vetëm për zgjerimin që kishte ky blackout në gjithë territorin dhe për shpejtësinë që u arrit në një blackout të tillë në gjithë territorin e Spanjës, të Portugalisë dhe në kufirin pastaj me Francën. Hipoteza më pastaj u përpoq që të qartësoheshin dhe dy hipotezat që u morën në shqyrtim ishte një problem sistematik nga brenda apo një sulm nga jashtë kibernetik. Në orët e fundit, ky sulm kibernetik duket më i qëndrueshëm dhe në fakt, duke parë mënyrën, si thash më parë, si u përhap ky blackout në gjithë territorin, ishte hipoteza e parë në fakt, që mund të merrej në shqyrtim. Kjo edhe për faktin sepse në qoftë se ne shkojmë dhe shikojmë pikat e vulnerabilitetit të Spanjës për sa i përket kibernetikës, të Spanjës, të Portugalisë, më pak Franca, Spanja dhe Portugalia janë në 50% të kapacitetit të tyre të menaxhimit të një krize kibernetike. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë që nga pjesa ligjore është zhvilluar, është e adeguar ligji i Spanjës, është e adeguar atyre që janë parametrat, do të thoja të vendeve më të zhvilluara për sa i përket sigurisë kibernetike, por ajo që është piramida, sepse ka formën e një piramide, të gjitha hallkat për menaxhimin e një krize kibernetike janë në 50% të kapacitetit të tyre. Nëse do ta shikonim nga ana praktike, dhe kjo vlen për çdo shtet, në bazë të një aseti kibernetik sipas adeguimit të tanishëm të parametrave që thash më parë europiane apo të vendeve të zhvilluara, nga kjo anë, çdo hallk duhet të punojë e pavarur, çdo aseti duhet të punojë i pavarur nga njëri tjetri, por i lidhur në mënyrë që nëse ne kemi një problematik apo një sulm në një pikë të caktuar, atëherë kjo pikë bllokohet, të tjerat vazhdojnë të punojnë derisa ky problem tejkalohet. Ndërkohë, në atë që është piramida që fillon nga baza, kemi një sër hapash të detyrueshëm dhe personalitetesh do të thoja të formuar të detyrueshëm që arrin deri në pikën e komunikimit me popullsinë e përgjithshme, që duhet të qëndrojnë disa parametrave, duhet të jenë të formuar, të njohur edhe thjesht në komunikim. Dhe Spanja në këtë pikë është në 50% si thash të kapacitetit të tyre. Nëse do të shkonim në Ballkan, meqense Shqipëria është në 22% të kapacitetit të saj. Kosova në 0%, Bosnja-Hercegovina 0%, Greqia është ajo që ndron më lart, është 80% të kapacitetit të saj në menaxhimin e sigurisë kibernetike. Serbia është në 60% të kapacitetit të menaxhimit të një krize kibernetike, Malizi është në 56% të kapacitetit në menaxhimit, 30% është Maqedonia e Veriut. Kjo do të thotë që në mënyrë të përgjithshme Ballkani Perëndimor, përveç disa vendeve që janë 100 përpara, si është Greqia apo Serbia, si thash më pak, po prapë vulnerabël, se jemi në 60% në Serbi, është shumë në rrezik që të ketë problematika kibernetike. E qartë. Ndërkohë, zonja Dyrmishi, për të ndalur pikërisht tek siguria energjetike dhe kibernetike, por për të folur pak për një summit në të cilin edhe ju keni qenë pjesëmarrëse, çfarë u diskutua konkretisht në këtë summit? Atëherë, ky summit është në një farë mënyre paraprirës i asaj që ndodhi. Sepse energjia dhe kibernetika janë thellësisht të ndërthurura në atë që është siguria kombëtare.
sidomos lufta në Ukrainë, u mësoi të gjithë vendeve europiane, do të thoja, dhe atyre që kanë disa nivele më të zhvilluara për sa ju përket këtyre aseteve dhe që kanë një peshë më të madhe në atë që është gjeopolitika globale, treguan menjëherë që një përqendrim i burimeve energjetike në mënyrë qendrore është diçka që nuk funksionon më. Kjo çoi edhe komunitetin evropian, dhe jo vetëm komunitetin evropian, flas për komunitetin evropian sepse flitet sidomos në periudhën që jemi tani të zgjedhjeve për Shqipërinë në komunitetin evropian, të ndryshonte dhe ato që janë taktikat dhe ligjet, normat për sa i përkasin energjisë dhe kibernetikës. Kibernetika neve ndonjëherë nuk vlerëson dhe thjesht e njohim si fjalë, por jo në praktik ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Aq sa flitet prej vitesh, sidomos në 4 vitet e fundit, për ato që janë luftëtarët kibernetik, si nga ana e mbrojtjes dhe nga ana e sulmit, nga ana tjetër. U fol për rëndësinë e ndryshimit të menaxhimit të asetit energjetik dhe kibernetik, të ndërthurura, se thanë, për të kaluar sistem qendror në sisteme të vogla, të pavarur, sidomos në atë që fusha ushtarake, marrë si shembull kazerma, sepse shembull thjesht që neve e kuptojmë të tërë, sidomos në Shqipëri, spitalet të kenë një pavarësi energjetike të lidhura me sistemin qendror dhe mbi të gjitha për të garantuar këtë të jenë sistemet e akumulimit të energjisë. Dhe këtu edhe likshmëria ka ndryshuar në mënyrë të thellë, sepse bateritë me litium, siç u pa, janë shumë marrin zjarr shumë shpejt dhe është e pamundur ti fikësh. Ndaj, një bateri litiumi për akumulimin e energjisë duhet të ri minimumi 30 metra larg një qendre, apo një pallati, apo diçka tjetër, plus që janë dhe problematika të tjera edhe për shëndetin, për të cilat nuk flitet, që sillet nga heqja e litiumit nga tokat, nga ato të cilat merren. Kështu që dhe ligji në këtë pikë ka ndryshuar dhe të gjitha vendet e komunitetit evropian dhe ata vende që duan të bëhen pjesë e komunitetit evropian, dhe këtu flasim dhe për Shqipërinë, që tu adeguohen këtyre ligjeve. Pakti. Zonja Durmishi, unë kam një pyetje konkrete në fakt edhe përsa i përket bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë në fushën e energjisë dhe mbrojtjes kibernetike. Si po funksionon ose si po ndërtohet më saktë ky bashkëpunim? Atëherë, Italia ka qenë e para që i ka përgjigjur nga ana ligjore dhe që ka filluar hapat e duhur për sa i përket si mbrojtjes kibernetike dhe asaj energjetike. Dhe po flas për kibernetikën të lidhur me energjinë. Të dyja këto asete është ajo që është më përpara nga të tjerat. Qendra, drejtoria e sigurisë energjetike dhe kibernetikës është ajo që mbron dhe drejton të gjitha politikat dhe lëvizjet në terren për të çuar në një nivel, në një standard sa më të lartë të sigurisë në këto pika. Shqipëria shihet si një partner strategjik dhe marrëveshjet që janë bërë me Shqipërinë kohët e fundit, nga ana ligjore kam fjalën, janë ato që vën bazat për një bashkëpunim midis dy vendeve për t'i quajtur gati i njëjti vend, nga ana energjetike dhe e mbrojtjes kibernetike energjetike. Ne kemi mundësi në këtë moment të shfrytëzojmë këtë legjislacion për të bërë të mundur krijimin e një partneriteti në terren. Dhe në këtë pikë Italia ka hapjen më të madhe edhe për të pritur, nëse do flasim për ekspertët e Shqipërisë, për të krijuar një grup ekspertësh që mund të formohet në qendrën e ekselencës për sa i përket energjisë dhe kibernetikës në Itali. Pra zonja Durmishi, kjo është një strategji afatgjatë? Është strategji që fillon dhe mund të fillojë menjëherë dhe është një strategji afatgjatë që e kthen Shqipërinë, në qoftë se do të bëhen hapat e durë të bashkëpunimit, në një aset të rëndësishëm të qëndrueshmërisë ekonomike, energjetike dhe kibernetike në Ballkan dhe në Europë, sepse nga ana ligjore hapat janë të bëra. Një aset shumë i rëndësishëm është ai industrial, nuk duhet ta harrojmë. Si thash më parë, gjithë Europën dhe jo vetëm në Europë, do të ndryshohen ato që janë industritë e ekonomisë dhe industrisë akumuluese të energjisë. Në Itali ndodhet, Italia ka fabrikat e vetme, ka know-how e vetëm,
më të përparuar, më të sigurt në moment në krahasim me luftimin, dhe është e gatshme ta shpërndajë këtë me Shqipërinë në bazë të këtij partneriteti. Është e gatshme dhe të krijojë një grup ekspertësh të përbashkët që të mund të çohet përpara e gjithë kjo politikë zhvillimi. E qartë. Mirë, zonja Durmiç, në fakt është një temë e gjerë, ne do të kemi mundësi herë tjetër sigurisht që të zgjerohemi edhe më shumë. Unë të falenderoj që ishe në këto komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësi. Kënaqësi për mua. Mirë, ne do shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.